20 kg eksploziv të llojit trital u përdorën në sulmin terrorist në kanalin e Iber Lepensit. Eksplozivi ishte vendosur në një çantë. Prokuroria ka dalë me informacione të reja që përfshin edhe shërbimin informativ sekret të ushtrisë së Serbisë. 20 kg eksploziv të llojit trital u përdorën në sulmin terrorist në kanalin e Iber Lepensit. Një vit e 2 javë prej që kishte ndodhur shpërthimi në kanalin e Iber Lepensit në Zubin Potok, Prokuroria Speciale tashmë ka ngritur akt akuzë ndaj 3 personave. Prokuroria ka dalë me informacione të reja që përfshin edhe shërbimin informativ sekret të ushtrisë së Serbisë. Njëri nga të akuzuarit, sipas prokurorisë, kishte gradën kolonel. Dragisha Vicentjević, Jovan Vicentjević dhe Igor Dimović pa akuzohen për veprat penale të rrezikimit të rendit kushtetues, të armbajtjes pa leje, por edhe të spionazhit. Në natën e 29 nëntorit ishte dëgjuar një shpërthim i fuqishëm në fshatin Varak të Zubin Potokut. Për disa minuta u kuptua se në kanalin e Iber Lepensit kishte shpërthyer një mjet eksploziv. Rasti nga institucionet vendore, por edhe nga përfaqësuesit ndërkombëtar u cilësua qysh në fillet e para, si sulm terrorist. Ky eksploziv shkaktoi dëme të mëdha në kanal e madje dëmtimi përhapi panik tek qytetarët për furnizim me ujë të pijes. Për disa kohë, në Kosovë pati probleme edhe me furnizim të energjisë elektrike, por edhe me ujë të pejshëm. Por cilat janë pretendimet e prokurorisë për 3 persona dhe cili ishte roli i tyre në këtë ngjarje? Prokuroria Speciale akuzon 3 persona që së bashku me persona të tjerë që ende nuk janë të identifikuar, kanë vendosur rreth 20 kg eksploziv të llojit TNT në një pjesë të kanalit të Iber Lepensit. Eksplozivi ishte vendosur në një çantë. Prokuroria akuzon Jovan Vicentjević dhe vllaun e tij, Dragisha Vicentjević, se e kishin aktivizuar mjetin shpërthyes përmes një çante të cilën e kishin lidhur me litar në një shtyllë betoni e ku si pasojë është dëmtuar rënd struktura e betonit të kanalit Iber Lepens. Sipas prokurorisë, dëmi që shkaktua në këtë rast kapi vlerën e 376.774 eurove. Ndërsa njëri nga vëllezërit, Jovan Vicentjević, akuzohet edhe për veprën penale të spionazhit. Prokuroria Speciale pretendon se deri kur u arrestua, ishte i rekrutuar dhe i shërbente shërbimit informativ ushtarak të Serbisë me gradën kolonel. Prokuroria Speciale pretendon se ka informacione se Jovan Vicentjević ka vepruar dhe ka ndihmuar të akuzuarit e tjerë për të mbledhur informacione dhe dokumente të klasifikuara me qëllim që të njëjtat të përdoren gjatë aktivitetit të tij të kundërligjshëm në territorin e Kosovës. Në momentin kur ishte arrestuar Jovan Vicentjević, në shtëpinë e tij, policia kishte gjetur dhe kishte sekuestruar 4 granata dore, një pushkë gjuetie, mbi 500 copë municion të kalibreve të ndryshëm, 2 karikator të armës Kalashnikov, një karikator i pushkës së gjatë, një radiolidhje, një palë dylbi, një kamerë kamufluese, uniforma ushtarake e dokumente të tjera të ndryshme. 2 vëllezërit Jeventjević ishin arrestuar në ditët e para pas sulmit në Iber Lepens. Ata aktualisht janë në vuajtje të masës së sigurisë, atë të paraburgimit,